Unë nuk kam ndonjë konflikt dhe nuk jam njeri konfliktuar, jam shumë paqësor, megjithatë mendoj që ja lë drejtësisë. Kamerat janë aty, personi është i dukshëm dhe mendoj se shumë shpejt do të zbardhet ngjarja. Po dëmi nuk është bërë ndonjë për llogaritje, po duhet të shkoj aty te 3 milion lekë të reja afërsisht, me këto sipërfaqësoret që Po ka. herën e parë sa ishte dëmi? Po ishte diçka te 5 milion lekë të reja. Çfarë ndodhi konkretisht ditën e sotme? Sot në orën 3 të mëngjesit më lajmëron një banore përballë këtu te pallati i dyqanit që kemi dhe më njofton në telefon që e di të ka rrëdhë zjarë. Unë për 5 minuta kam ardhur dhe shikoj që ishte goxha zjarë, ai po e shonte me kova, ndërkohë ishte lajmëruar dhe zjarë fikse, erdhi dhe zjarë fikse. Keni patur konflikte diskutimi ndonjë? Po pikërisht këtu është problemi që unë nuk kam konflikt dhe prandaj ja kam lënë drejtësisë.